Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12 korrik të 2026. Duke se është një ditë e rëndësishme, data 12 do të thotë një ditë e rëndësishme për nga ana planetare. Kjo ditë vazhdon të përgatiti terrenin për një nga momentet më të rëndësishme të mesit të muajit, sepse dielli parafrohet drejt bashkimit me Mërkurin në retrograd në Gafore. Kjo do të thotë që vendimet dhe rëndësi të veçantë ka të bëjnë shumë në lidhje me biseda familjare, vendime për shtëpinë, çështjet emocionale dhe temat të së kaluarës bëhen gjithnjë më të forta. Mund të kemi ndjesinë se diçka por na kthen në mendje me qëllimin një fjalë që kujtimi një telefonate, një dokument, një takim, një ndjenjë dhe mundësi të arta që do të keni tani tutje. Mund na çojë jo vetëm në ndryshime dhe vendime, por në mundësi të tjera që do të kemi. Ndikohen më shumë gaforja, bricjapi, dashi, peshorja të dedicit të tretë, sidomos ata që kanë planetet ose ascendente pranë gradës të fundit me të shenjave. Por gafori ku mund të jetë në ditën e verifikimeve dhe të plotësimit të dëshirës, sepse çështjet personale, por për bricapët mund të ketë çështje marrëdhëniet me së kontrata për dashët që mund të kenë familjen, shtëpinë, prindrit në qendër të vëmendjes. Për peshorët mund të ketë tema karrierës, statutin imazhit publik, që lidhet me një vendim të vjetër. Kjo do ta shikoni edhe vetë ju nga ana e pozicionimit planeteve. Dita është e mirë për të kërkuar informacion, për kontrolluar dokumentat, për të parë dhe për të menduar përsëri për një vendim, për të folur me njerëz të familjes për shikimin e planeve të biznesit, të karrierës dhe jo vetëm. Nuk duhet bërë nxitim. Është një ditë e mirë për të shkruar, për të mbajtur shënime, për të kujtuar se çfarë kemi premtuar dhe çfarë kemi bërë, marrëveshje ku ka ende vlerë. Kjo do thotë që mundësitë që keni. Por gjithashtu në lidhje me dashurinë që mund të kemi rifillime, rikujtime, ndryshime, kontrolle, mundësi të arta që do të kemi tani tutje. Prandaj është një ditë që nuk është rastësi, as çudi, por është diçka që është realizueshme në vazhdimsi. Prandaj ndikimet janë pozitive, prandaj keni mundësinë dhe periudhën mjaft të mirë. Si ditë e diel, një ditë që vërtet synoni larg mbi atë çka bëni, mbi atë çka keni në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Përpara se fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë, për sa përket parashikimeve dhe ndryshimeve dhe doni parashikimet të tajura, kemi